Më në gjez 40 litra, 50 deri në 60 i qumsht. Vitet e kaluara në këtë profesion janë kthyer mentorit në përvojë të vyer, edhe pse në fillimet e tij kishte pak njohuri për kujdesin ndaj kafshëve. Sot ai është i aftë të përpunojë vetë qumështin dhe të prodhojë djath. Për momentin i kom edhat, vetëm mëngjes i mjel, shumicën i mjel mëngjes, këto gjatë ditës edhat i lëshoj me këto, domthonë i thithin qumshtin, veç që ata që s'kan do edha, muj mi mjel edhe mbramje. A mëngjes 40 litra, 50 deri në 60 i qumsht. Zoti mentor, ajo se çfarë duket edhe më interesante është se çysh duhet më kujdes për një dhi, përderisa ti ke 150. Çka kërkon një dhi për të më qenë e shnetshme, edhe bereqetshme në këtë rastin e ju si fermer? Çysh duhet më kujdes? Prej përvojës që e ki. Për kujdesja duhet më konë shumë e madhe, shumë strikte. Unë shpesh kur t'i ndëgjoj intervistat me me fermer ndryshëm, unë habit na kur thojnë qona kur du, i qes kur du, i lëshoj kur du, i msheli kur du. Ti në qëfë se qohësh kur dush, i lëshon kur dush, i mjel kur dush, atëherës unë s'di që ki mund me pas përfitime. Këto e dojnë një orar strikt. Unë e qona në gjysë në 7, do më thonë, pi 7-ve filloj me mjel, deri në 8, 8 e gjysë. Në 8 e gjysë i lëshoj, në malë. Edhe 3 orë i maj, para dite, i vi këtu në shtallë, mrezojnë terin në 4, në 5, mas shumë ti, diferent, këtu mund më konë 10 minuta 15, une në gjysë në 5, këto mos milshu, këto zdorohen të vërtit, edhe që ashtu, në qëfë se ki një orarë, caktum, atëherë edhe produkti është, dhe përfitimet jenë më atë vogla, do manë e hup orarin ti si mund të qëmsh me ko, e hup qumshtin, si mund të bish me ko, si mund të mirësh me ko, ato çdo sen, çdo pun, duhet një orar, nëse s'ki orar, atëherë edhe produkti, edhe përfitimet jenë shumë të vogla. Të shpërndara në për kullosa 10 kullosin të qeta mes gjelbërimit. Për mentorin, këto janë qastet më të bukura të ditës, kur puna dhe natyra ndërthuren në harmoni. Po për qatë arsye, produktet e dhijes janë shumë më të mira se produktet e tjera kafshëve. Për arsye se dhija, çdo sen që kullot, një kafshë që s'mund me më rritë, dhe më thonë, kjo nuk kullot poshtë, nuk kullot njerja, po kafsha që e shkel barin, po dhe më thonë kullot vetëm najrë, natyrë, gjethe, frutet, ndryshme, për që atë arsye është sigurisht edhe qumshti më i mirë, edhe produktet janë më të mira, Sa shpesh ka nevojë për kullosje për me e dalë, e tash sidomos që jemi në sezonën pothuajse të verës? Po jo, më tregova në mëngjes i lëshoj në ora 8 deri në ora 11, 3 orë. Tana i mbylli, mrizojnë këtu, deri në ora 5, domethënë, edhe mas dite një 2 orë gjysë 3, edhe to domethënë 6 orë në dite. Mentor, karakteristikë e veçantë për nga dallim prej fermave dhe fermerëve të tjerë është vendi këtu ku ti ke mendu për dhitet tua që e sidomos në temperaturat larta ato të kenë një freski, një hije. Trego pak për idenë që ti vendit krijimit të këtij vendi edhe më shumë detaje se çush ka ardhurit e ideja dhe sa është e nevojshme kjo për kafshët, si dhitë edhe kafshët e tjera bujqësore. Jo, unë rregullisht në përvojës e dimi që çdo kafshë e donë gjatë sikur ne, gjatë vapës me hi nërhije, me pas një freski, një flad. Mirë po, unë për shkak që me nejtë të shpia, mos me qëndru këtu, pëse i kom edhe qemt këtu, ja kom të thurë një farë që mos mu largu për këtu, 4-5 orë, 5-6 orë me nejtë këtu, që unë me nejtë në shpira hatë, mos me pas problem, mos me më frigu që po më shkojnë për këtu, po më dalin dika, po më bojnë dom në ikon po hine, kështu që edhe për këto ma mirë, pushojnë edhe kur t'i lëshojnë janë ma fresta, si
për me kullot. Vendi këtu është pak malor, kodrino malor, dhe po shohim që e ke mendu një farë zone pak ma të fellë për me pas ato vend qëndrimin për pushim. Po ka pas rastet që ndoshta keni ndjerë të rrezikuar nga kafshët e pyllit ose kafshët për rreth që mund vinë, qoftë dhelprat, ujqret. Po jo, ndodhë shumë shpesh mi pa, do më thonë, ujqit. Për me asi se unë tregova që i kom edhe 3 qenë, e këta rregullisht kujdesen për tufën. Unë vetëm i shkojmë mbrapa ka njëherë, edhe rastësisht që nin që i afrohet në i egërsire ujqë ma shumë, se arusha nuk s'ka ndodhë me pas, rastësisht që i afrohet, me njëra reagojnë, këta nuk lehin, do më thonë, qëtër shka, vetëm kur ka ujka, po kur ka diçka, se në lepen dhe elpen nuk njejnë, se nuk lehin kur. Vetëm kur rrezikohen, do më thonë, dhit nga ujqit, me njëra reagojnë. Dhe s'ka ndodhë. Rasa qenëve është? Kangalla i kemi. Kangalla. Me qka ushqehen këta, si kur kujdesesh për ta, sa ka nevoj, sepse është një racë gëgja ndoshta sfiduse edhe për juve, qysh është e ti? Këta kujdesën... A i ke rritë qysh në Veçli? Unë i kom rritë në Veçli, dhe më thonë gjatë kohës kur milen dhit, rregullisht hiren që marë prej djathit, me buk, rregullisht ju qes hirë. Dhe më thonë hira shumë e mirë për qenë, gjatë dimrit me qumsht, me buk, me gjithë shka. Dhe më thonë bukën thatë kur nuk javë, edhe se hajnë, se ju mësu që ashtu bja me dishka jam me qumsht jam me hirë. Si pas mentorit, dhit njihen për natyrën e tyre të gjallë, kureshtare dhe energjike. Kujdesi ndaj tyre është një përgjegjësi e përditshme që kërkon përkushtim dhe vëmendje në çdo detaj. Po rregullisht vaksinojmë, shteti, do të thonë ka ato kohën kur i vaksionon, veterinarët i kemi, i vaksinojnë me rregull, mos me pas ndonjë farë smuje, mos me pas deri tash shumë mirë. Jemi të kënaqur, do të thonë edhe me veterinare që i kryjnë shërbimet pa problem. Edhe s'kemi kur farë probleme me smuje, se këto janë shumë të ndihshme. Do të thonë, unë nuk kom problem ma pak se për shkak se i kom të mija, do të thonë i ruj, i përtëri, në qofse përzihen tufat, se në fillim kur ja kom nis, kum pas sa herë probleme, se dhit janë shumë të ndihshme. E tash s'kom kur farë problemi, se janë një familje këtë.